Është ndezur zyrtarisht pema e festave të fundvitit në qytetin e Vlorës. Ndryshe nga vitet e tjera këtë vit, pema e Krishtlindjeve dhe e Vitit të Ri u ndes në sheshin Tre Rasat përballë teatrit Petromarko. Në sheshin e zbukuruar me Christmas Market dhe me pemër e vendosur në qendër, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini uroi qytetarët vlonjat për festa të mbara dhe një vit të mbar. Vlora sot ka ndezur pemën e Vitit të Ri dhe urimi im shkon për çdo familje vlonjate. Viti 2026 jetë një vit i mbushur me dashuri, me begati dhe me paqe për çdo zemër vlonjate. Dhjetori ka nisur me një ritëm të paparë festash kudo në qytet ka are gëzim. Në çdo cep të Vlorës ne kemi programuar aktivitete. Faleminderit ju e gëzuar. Aktiviteti vijoi me performancat e këngëtarëve, të cilët kanë argëtuar publikun deri në orët e vona. Të shumta ishin familjet vlonjate dhe fëmijët që morën pjesë në ndezjen e përbashkët të pemës.